بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Të gjithë falënderimet, më të sinqerta dhe absolute dhe të shumta qofshin nga Allahu i madhëruar, i cili na ka dhënë të dashur imanin, Islamin, Kur'anin, na ka zbukuruar në zemrat dhe në shpirtat tanë. E më pastaj dërgojmë selame, salavate, bi Muhammedin a.s. bi familjen e tij të dashur, bi shokët e tij besnik dhe fisnik, dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin e përcjellin mësimet, porositë, mesazhet e kësaj feje deri në ditën e fundit të kësaj bote. Pas falëndrimeve të Allahut të lartë mëdhëruar, edhe më pas selameve të dërguarit të Allahut Muhammedit a.s. ja drejtojmë falëndrimet më të sinqerta Hoxhës tonë Mivelin, i cili her pas here në ngarkon, në ashtu i thënë në ngarkon, në ban ftesa që t'jemi pjesë e këtij tubimit, kuvendit, ndetjet me juve, duke lutur Zotin e madhëruar që Allahu ta shpërblet me mirat e tij në botën tjetër, t'ja mundsojë të realizojë gjitha ata ëndra, kërkesat, projektet që i ka në kokën e tij, në zemrën e projektet e detë të tij. Zoti bëft të hajnë gjithmonë dhe bafsha në hajnë gjithmonë Mivelin dhe shok dhe ata të cilët e mbështetin para zem. Inshallah Allah kemi çdo herë me të mirë, nëse jo këtë dynja, inshallah do të shkojmë në botën tjetër për Mivelin, për ju e gjithëve të cilët nuk ezitoni më në ndëgju, jo që si këtë ndëgjuar këto fjalë për Allahut tuaj, mirë po ka nevojë pas here ta freskoj dini vendin, ambientin, ta thejë të një monotonien, e që ta bëjë pak më të këndshëm dhe më të lezetshëm takimet ndëruara. Sidoqoftë, jemi në pratër muaj të Ramazanit, nuk na ka mbet në disponim vetëm disa ditë dhe vjen miku dhe musafiri jonë më i dashur në Ramazanit, i cili kërkon prej që na ta presim me zemërqësinë dhe bujarinë dhe fisnikrinë më të madhe. Çdo kush përgatitet kur dëgjon për të një mik të zemrës dhe një musafir, mundohet çmos bëje vetëm t'i lajë përshtypje të mirë, që për ta përcjellë ndoshta të ndahet me zemër të qartë se me të vërtetë nuk e di apo do të ketë mundësi të jetë. Krahas me Ramazan duke qenë shumë thjesht përgatitja më e madhe, shpirtërisht, mentalisht, zemërsisht, fizikisht, që për ta prekin në këtë formë, besoj që edhe kur të kthehet Ramazanit tek Zoti dhe tek pranari, ka çka të tregoje, ka çka të laftrohet për rrugën e tij, edhe besoj që në ditën e Bayramit do të vere me ato dëftesat, me shkujtit me dëftesat të fund të vitit, me nota mbasisht se si kemi treguar vetën serios, sinqer, përkushtuar para muajit Ramazanit. Ju dini se me kohë, ditë dhe net, her pas here, gjatë këtyre 12 muajve, njeriu, sikurse imani, besimi, i zbehet, i vjetohet njeriu. Nga se kalojmë nga për disa stacione që nuk shkoton askush me leve, pa u zhyt në dhe një gjuna, dhe një mëkat, dhe një shkujdesje, dhe një lakmi të kësaj dunjas e cila në i trondit zemrën. Dhe kemi nevojë her pas here me bërë një farë biçëndërimi
ripërtrirjet e imanit, ashtu po është edhe i dërguari Allah, se cilin nga juve në zemrën tuaj, i vjetrohet apo i zbehet imanit. Andaj kërkohet tek Zoti dia ripërtri, em ju jaddida imanakum, lut me Zotin o Zot, të na i ripërtrije imanin. Kemi nevojë nga raportet dhe marrëdhëniet, komunikimin me Allahun, të ripërtrimi, t'i bëjmë më të freskëta, vini me një farë version më të mirë. E keni po kjo e përditshme që besoj dikush nuk e ka para duhet të juaj telefonin, është mosfit se cilë për neve, mirë po me gjitha ta që ka argëtojme në me to telefona mobile, se cilë për neve ka dëshim në pas versionin më të ri. Edhe se cilë i marëshot pyjtje shokit, qëfar telefoni ke, qëfar mobili, valla e kam 5 që e konë, versionin me një 7 Pro Max, përse të trega se ka performansa më mëdha, ka disa opcione alternative më të mira, edhe kjo shumë është në vend e saktë. Ashtu sikur që kërkojmë timi version më të ri të mobileve, telefonatave, duhet me bëni një version të ri mes komunikimit me dhe Allahut më dërguar. Se zbehet e sikurse pezullohet dyqysh me shpirtin dhe komunikimin e Allahut. Dhe pse ndodh kjo? Për shkak shkujdesës, gafletit, lakmijes së dunjas, mëkatet që gjunat zbehet. Vijnë këto në fahat, të qëqura ato panajire, benefitet nga Allahu, sikur se e prishat blokimin në shpirtin e Zotit, e bën një ripërtirje të re. E Ramazani të hap këtë mundësi dhe këtë shans të madhe. Mirë po para se të qepash, kam dëshirë që ky Ramazan t'jete pak më ndryshe për Ramazanët e tjera, ta ka një version më të mirë, ma cilësor, ma kvalitet. Nëse vitin e kaluar ka qenë të repikun, ta është ashtoj një dozë të jetë më cilësor. Si po që kërkojme, ku shkojme, ta një ushqim, apo pypi më njën, cëla është ma cilësor, cëla është ma kvalitet, veshjet, fekur, makinën, shtëpijën, kemi dëshirë t'i bëmi renovime, mobilje, kuzhinën, sa ma kvalitet. Me njëtën performansë duhet me qenë edhe Ramazan jonë më cilësor, më kvalitet. Mirë po, me keqarje, me sa duket, sikur që ka studiuar shumica djetarë dhe shkencëtarë, ka thënë njëndër, e kanë besuar se njëndër krizat më të mëdha që e ka plonë umetin, por shumë kriza, në njëra për tyre është mos perceptimi i thellë, i direkt në ato që quhen thelbët paqes fetare. Sikur se nuk e moni në kuzimin në mushik mrejna, në ato fenomenet, në ato botkuptimet, në ato domethëniet fetare. Kime dëshirë të jetojmë pak sikur sipërfaqësisht. Këto që janë sipërfaqësisht, jo që në s'kita komunikim në ato adhurimet, është e pjesë e jetës, mirë po nuk zhyt me thellë mrejna, ti kapni edhe ti kuptojmi pak më thellë, jo me tu me sipërfaqësisht, nga se kjo nuk e pat rezultatin e duar. Po thot, bile, është gjabi ma e madhe, se jetojmë në nërgjese, nuk zhyt me thellësisht konceptet fetare, po shkashtë dhe dhe më edhishëm i dhe ignorant, i ndaj adhurimet fetare dhe shkyllet të fesë. Nëse bëjmë një besim komunikim me rritarët e fesë musliman, po e pyte më bazën më kryesor për shahadetin, ke për të habitur. Ke për të habitur, ta që kime thonë subhanallah. Me sa duke që kanë larë shahadetin. Nuk e kam një ndërtim shëndosh. Që shahadetin? Qa përbon shahadetin? A i vidi kriterët dhe fushët? Se da gjeda dhe fenomenet e prishin shahadetin, beso që ka dalin për të habitur. Jo të për shahadetin. Po dhe shkyllat tjera nëse e pyshtin, është me njëtën atatës. Edhe kjo është disi ma e dimshëm. Ta është në pyjtë edhe agjerimit, po pra agjerimit më e pyjtë. Cëda është objektiva, cëda është qëllimi, cëda është intenza e agjerimit, si kurse fare dhe lartë
jemi jashtë këtyre gjërave. Ajo që du pa klasifikati më shumë kjo se ka ndërshirë se gjana të shkini prej në themë, në mbrëndësinë e saj. Disa djetarë janë të ljohën, thojnë është një djetarë bashkohor, Allahu i dhash sukses, janë bërë prejnë, është një fali prahime se krave në sërbis, a i mundohet një kapë gjërat një drejtë në themë, në plakë. Jo disa nga ne që kanë që kemi dhe një problem dhe një defekt së mundje, morë një qëtësus. A i thotë kjo qëtësus. Qëtësusin disa orë, më pasaj në do plaka, të më shep plakës aty. Këtë dhemë edhe i hapë sytë, edhe merë trajtimin, merë shërimin, edhe zonë. Kjo qëtu e i trondito. Nuk të rrën e gjumë kjo, të të zëmë nga gjumë. Ashtu të të adhurimet, duhet një kapë në parës. Përse me tu të qysh shumë lartë bototimit sa të aqerimit. A nuk është e dishme apo 5 matuze, ku të si një prendime do shta aqeron ka 10 vite, 15 vite, 20 vite, 30 vite, mi po sikur se nuk ka depërtu në thërësi Ramazani të këne. Edhe jemi pajtuar ma të adhasin e tjetër, ma të shikmi. Të Ramazani shkon 1, 2, 3 dhe nuk lejnë influencë, nuk lejnë gjurma dhe përshkypjet mirë të këne. Pse? Se nuk e mon me akuzimin më fut, ashtu si shduhet me mbrëndësine e adhurimeve. Edhe kjo është realitet, është të shka e rëdhëshme, a më është realitet. Ta është me pashtu një pyetje që më nëmë, a thua ba, nëse kjo është realiteti jonë, që në nuk i qasmi në mbrëndësin dhe në thërë mi ka të gjana dhe, a thua ba, pse ndohë kjo shku? Pse se kemi akuzimin, iniciativën, në thërë mi ka të gjana. Imani, agjerimit, namazin, zeqatin, haqin, urdhrimin në të mira, ndalimin nga përbeqia. Pse na nuk e moni akuzimin? Pse ndohë kjo, ha? Me sa duke të autore, Allah e të mësmiti, se në të me bëfat, ndryshim, me marë agjerimin, me një agjerim, do të tjerë më të sakë dhe më të plot, edhe na do të mund me rrisuat gjarin tonë autoritiket e Ramazanit, që kur dalin me mund, kjo është e mëllohë. Kjo ka qenë dhe në agjerim. Agjerimi me sa duke të pjaka në hapë. Namaz, i rishë, lartë, fjallë dhe boshë, lecimi kurën ka qenë i pëndashë në shështuar, që me thonë kjo është më të vërte. Pse ndohë kjo? Përse në nuk të kime të zëgjash kvalitet kjo? Me sa duke të ratorit, me shumë tjerash, ka shkaqe, njëra për tyre do se si kurse të të dhune kam këtë problem, edhe ti, edhe në gjithë kemi shumica e neve, me sa duke të problemi që do se ne nuk në pengona më do të faqu në realitetin tonë vërtet. Ne, si kur se dojna një realitet tjetër, ne si kur se dojna diçka me imaginu, diçka jeshtë e realitetit. Se ne dojna me besuri që të sen, jo ka, po kjo është e sa. Mirë po, me sa duke nuk e kam atë energjit për nejtër. Edhe shka, kjo është dërzim, është i muslimon me tërshë, ne nuk mojnë atë retarin të ro. Edhe besojnë një realitet tjetër, edhe dojnë me imaginat për ta, edhe kjo nga pengon nga më përfacion. Pse nga pengon? Se kjo nëse ne kuptojnë një sa, edhe kështu si që duhet në mbrëndësi, ne duhet me po konvertimu. Qka e ti kjo konvertim? Ma nga ta shëkutja gjerimin duhet ndryshe. Jo si përse ato të verzionët e tjera. Nga ta shëkutja, a gjerim ma gjeru. Jo dhe të ndarku, edhe veshje, edhe goja, edhe syri, edhe dora, edhe kamba, edhe zemra, edhe shpirti, edhe mendime që qakullojnë me qenë në mretën islamin. Unë ma nuk duhet të vizit shëtiti shumë vizita, nuk duhet me një për kafe dhe qajtora, që ashtë me kuptojnë. E një më shtë të përmëlloj, andaj nuk e pranojme dhe nuk e dhe kashën të përfaqojme. E unë të me bëke iniciativ, duke rrisur nga vetë e ime, pasër dhe juve që në ndëgjoni, më ndryshme. Vini dhe një shka më të dhe. Sikur që ta shpak marët, 17 që po, iPhone, Pro Max. E tiro me 17 që Ramazan më të ndryshme. Që me thonë, me të vërtesh kanaj e të nëzut për Ramazan, si vjetë në qëtetën e Pogradecin. Ma cilësorë kana. Shumë kalon efekt. Se të ke kudin, ku është objektiva agjerimit? Lale kun të të kun. Duhet agjerimit më në të kun të rutimin që qenin më të dërroshëm. Më qenë ma përmisus, ma raport, ma refleksional.
Ja se të tjetër. Por ndryshe nuk na lesurse, nuk e mormi atë guximin. Pastaj kjo është kriza e po. Nëse nuk të ndojmë këtë krizë, ta shërojmë se cila kriza kërkon vendin krizë tjetër. Kjo është aroma e keqe. Nuk mjafton. E keqja e kërkon të keqen. E mira e kërkon të mirë. Sikur që ekziston ai fjala e popullit, të mirat nuk kanë fund, edhe të këqijat nuk kanë fund. Po të ishte vetëm kjo krizë, do të kishte mjaftuar. Po kjo krizë e sjell e riprodhohet në krizë tjetër. Cila është e kriza tjetër? Fillohet kriza e më e madhe, edhe shfaqet një problem është, fillon një vështru gjanat e mira në llogaritë asaj që është bazike. Ja të sa të mirë që të preferuara, mustahab, të nuk po mund të kryer ato farzët, vajibët, tash fillon disi ta mashtrojnë vetën tonë dhe ta lëvaton, e unë mirë me gjërat që janë të preferuara të mira në kurriz në llogarisë të asaj që është bazike. Për më të thishtu, si i bie kjo, fillon të është vizita. Në Ramazan fillon me bërë vizita. Shëtitje, apo? Fillon të gjëra pak, e ne themi, jo që e të dërmuar vizitat në Ramazan, mi por 10 muaj. Ke po vizita shumë, i shëtit, në Ramazan, më shumë duhet, aja që quhet agenda e Ramazanit, aja ka më shumë ka nevoj për lexim Kuranit, ka nevoj agjerimit të më ndryshe. Këto e më ato që quhen më kërkuese të Ramazanit se sa vizita. As ka mjaftuar 10 muaj, po tema shpërfejnë të këto gjëra që janë të preferuara në kurriz në llogaritë të bazikës. Në tash, fillon të mbujt anën. Shëra? Andaj duhet patjetër me marrë iniciativë më serioze për ndryshe, nuk mjafton të tash me dy të shkosh më e dëmshme. Është një realitet që është tjetër, tek kjo bota e krizave, të dy përmendëm. E para është mos perceptimi në detale apo në veçsi ato që quhen domethënë koncepte fetare. Nuk mund të ta kalosh. E dyta fillon, duke bërë të mira në llogaritë asaj bazikës. Po nuk mjafton kjo e dyta. Kjo kërkon edhe një krizë tjetër, e cila është e treta, fillon mi deformumo edhe konceptet fetare. Shire, fillon më shkallësu. Shka i bje kjo konceptet do me thënë fetare fillon e mo një deformim pak më ndryshe, devim më ndryshe. Sa për shembull, besoni e diti që në Ramazan është një nga specifikave të adhurim është edhe itikafi. Itikaf me qëndru në 10 e punit të Ramazanit, të mbyllësh në xhami, izolohesh pak, largohesh prej këtyre zhurmave të përditshme, telefonit, biseda, komunikimi, që janë toksinat e njerëzve. I kjo nuk e ka është toksina, kjo është më e dëmshme, çka është më e keqe futesh në itikaf, dhe atë në vend që ti preokupohesh, të lexosh më shumë Kur'an, të bësh dikën, të pendohesh, të bësh përgjërimin më të madh, drejtim Allahu xhaleshanu që ta kapish në atë kadrin, e pastaj e kaluar ajo të fshirë, çka është më e dëmshme, aty fillon të mund deformimi i adhurimeve, dhe çka e kalon kohën në telefon me çka? Në itikaf. Se si ki mujt ata të para dhe të krizën e dytë, fillon më të bëhet deformimi i këtyre që është më e rrezikshëm. Çondrohet më itikafi në bisedë, poshtë, telefonat, edhe nuk jep atë konceptin, atë imazhin e adhurimeve. Andaj, mund me e thonë ta përmbledhjet tash ato 3 kriza që duhet mi pas parasysh. Fillimisht perceptim dhe i gjanave, duhet me pas guxim. Ta du t'i thot vetës tane, dhe vetë, atë shqytni dhe në adhurim, ashtu si që duhet, jo vetëm si parpësisht. Brejna, e dyta është, aja që e ka bajt, muslimanë në gjëtat sekundare, duke arru ato që janë primare dhe bazike. Mirë është në gjëtat mustahab, me drejt që janë sunnetit, duke arruar farzit, duke arruar vajibin,
Edhe kjo është krizë, madje po disa detarësh loja më e rrezikshme e shejtanit. Ai nuk mund të tregu prej të mirës precisht, po çka trep një opcion, një alternativë më të vogël, mos më marr më të madhe. Shkollë, në vend se të fitosh më shumë sevape, 1.000, thot 100. Këtë ata 5 baba që ka përmend, Ibn Qayyim el-Jawziyyi thot, tentosh e kanë vëdër për njeriu me dërgullë shef në lëkufë. Nëse nuk e arrit, fillon faza e dytë. Niveli i dytë, është të bëhet gjunat të mëdha. Sunë dola me nxjerr grafeja, atëherë mund filloja ja joshi gjunat të mëdha. Nëse tu nuk arrit, fillon të gjunat të vogla. 3. Nëse tu nuk arrit, atë i ka dy opsione, e ka një vepër dhe një vepër. Mirë, po kjo është më negative. Kjo është më fort dhe më vazhdim, kjo është më e preferuar. E josh, dhe i bën ofertë kësaj, do të mos e marr këtë. Edhe kjo është një prej kurthave të shejtanit. Edhe këtu janë Ramazan. Në vend se të preokuposh të lexosh Kur'an, e do të dalë pak vizita të shëtitje. Po tash është 10 muaj, i ki pas disponim, tash këtë muaj nuk do. Kur atëherë? Ku janë mundësitë më të mëdha gjatë muajit të Ramazanit. Duhet disa ta nënvizoj, para se nuk kyç bashkë ajo forca e ligjëratës, apo themi ligjëratës, edhe është mirë me ka vitë, që ato ta tregoj para juve shkotërësisht, një nga edhe kjo është një problem shumë i keq, gafleti, prej gafleteve gjudërabishe shqipi vje shkujdesja, mos fokusi, i shkujdesur. Pra shkujdesja më të është kur shkujdesën dhe konceptet dhe domethënie vetareve. Ka shkoca praktika më nësbe. Në ekipin në realitet, mi po nuk mundin me përkëti dhe përditshmëri me praktikë. Mund me ndohë, her pas here, zbeje, do pësohet praktika, mi po nuk shbërë. Mi po majnë që është mu të plëros, mu të zbe, mu të pësu, do me thënë, fillosh më bëjë shkujdesë, jo i fokusu mu. Që i bje kjo për shano, te ki pos një do me thonë, një koncept që ka shtypuje, ka motivutuje, me bodo vepra të mira, fillon më të dupsua ja. Ure ka më dhe një qarë, një adëma qarë, këto janë njerëzit të cilët dini fokusu qarë. Ka një zanës, një gjemat, të një hoqë, bashkohor, sheshekiti. Dhe i ka thënë hoqë, në Ramazan e kaluar, më ka një disa të të agjerimi. Nuk ka mujtë më gjëpar, për x arsye i cëllon. A ka qene së mërë, nuk e ka pasë arsye. Ta është po vetë të Ramazan e tjetër. Mirë po thotë, nuk e di sa të më kanë me borç për t'i kompenzua. Shumica për neve nuk di ta kapin ku është problemi ma i sa. Edhe kujë që s'ka pas përgjigje Oxha. Oxha shumë ka thotë, subhanallah. Që ka po tyje që ti e po shumë shkujdesu, mos të di borçën e Allahit, sa të janë? Po të ishte borçit e shekti ta dhe i drejtorit, tregoj shumë, shumë serios, shumë i sinqerë. Ashtë ashtu, nuk të rika së një detaj, nëse drejtohet për rekomandon të një shërë drejtori shkujdesu. Si ka i thot, kjo, ti qeni shkujdesu, edhe nuk për disa të ka garuar, edhe se ka përgjigje. Fetarisht, ka përgjigje, ma ka nishtë të ngrit me vendësuat gjematin, se nëse fu vëllaj, apo 3 ditë, apo 4 ditë, më një me 4 ditë atë qërim. Kjo është një regu, që është të kek në mosi. A një apo 2, e i fara përgjë që ka një, sigur, një e i fara, 2, jo. Edhe të atë qërim, se një o gjatë 3 ditë, apo 4 ditë, ti pozitore 4 ditë që si ka shumë. Mere më të sakë, se për 3 ditë që përqit që ka i vendishëm, se ka kaluar, më është e ka ata. Kështë e ka të përgjishëm, ka dishtë të mësoj dhe të vendisoj. Ku vetë madhërin një Allah, qa që të rëgohet ti, me këshem, edhe nuk të disa din, edhe që kjo është apërëzëm. Kur her pasere na, nuk në ikim detalet e përdiqme të kësë të njës, nështë ato në ikim detalet të kësë fesë, edhe që kjo është edhe në keqe. Qëfar qëllimi do në thënë e ka qëllimi, nësë nuk të rëgohet me ti, se qëfar benefite e bëlloj madhruar, në disa shumë vigilent të timi, shumë synharë të timi, shumë të interesun njëve. Nuk e lojojmi as 5 minuta më në kalu, dhe nëse nuk është atit një kërë, jo se me sa duke qëfar projekte është 30 ditë e Ramazanit, une, si kur që kam bo, Zoti ma dhurua, mu ma ka shpalos, ato benefitët, shpërbimët se vapën e re,
Nuk janë, po me sa duke na, nuk jemi atë shumë të interesuar. Adhe ka po kjo, o Zekan subhanallah, që kjo është mos kujdesja. Apo me një fjallë bryshe nëse në ljotë dhe për ti, mos madhërini Allah të përëtuar. Vëma qadrullah haqqa qadrihi, që ka falë Allah e mëruar, nësa duke kjo, nuk e meritoar, nuk e madhëroni, me meri, ashtu si që meritoar Allah e madhëruar. Po, se ti, në basi ti, të shërë meritoar Allahun, ti shë të shkujgjene, të shë ditë sa ti të ka një në Ramazanit tjetër. Sa ti ka një në agenda, apo ato që ka një të premtuar për Ramazanit, ti të dushë o Zot, unë të Ramazan. Së dhe përminë në punë, inshallah, një për gjarave që në mëneve, që ta kemi pak një version më të mirë, më të cilësor, më të kvalitet është, për mallimi për Ramazanin edhe vendosja e qelit. Po du të nëllë të qëkjo, edhe të është nënta një rejtë dhe mirë të kapni, shumë mirë. Po e ka për këta, kjo ka më në bushti së e temës. Atë sa e madhrojnë Allah, atë sa e madhrojnë të telefonit Allah, shenjat Allah, simbolet Allah, atë që ka me qenë të madhruar dhe të masa e njerëzve. Në mundjes të kësaj, njerëzve nuk në vlerësojnë dhe nuk në madhrojnë. Sa e madhrojnë Allah? Në më shumë e madhrojnë të qka shka nuk ka vlerë dhe nuk ka pesh. Po, për ta dhe i Kur'an ka thënë, ma le kulla të rëgjuri lillahi wa qara, ka si pyetje sfiduse, ç'është me ju njerëz, ju nuk e madhroni Allahun ashtu siç e meriton. Çdo nuk ju le përshtypje kjo, çka ka bërë Zoti në univers. Që e banatën ditën e banatë. Shikone me hap me zyri la, sa bukur Allah e ka ngrit këtë qiellin, pa dyrek dhe pa shtyta, a nuk të letë përshtypje tyja. Neve në letë përshtypje për fakeq, prodhimi njeriu. E ka dresh një telefon, është të gjendje 1 orë, 2 orë, bisedon, po ta mbush shpinën, sa fantastike ka bo, sa mrekullie, kjo prishën, i s'ka dhona fati. Shikoj kjo që i s'ka dhona fati qiellit, universit, tokës, dita, nata, njerëzit, frynore, aja, pija, zhvillimi, ndërdimi, a nuk letë përshtypje tyja. Sikur se na, jena besnisti kësaj mrekullive, se neve na mëmërë në dhrinë Allah. Kjo të të në përshtypje, të kaluse e njeri e të është. Njeri është i donë, edhe gjose që ka prodot të njeri është i donë. Edhe e pasere duhet një lypë ta, atë se e madhrojnë i Zotin, atë se e madhrojnë i shenjat Allah, normat dhe dispozitat, atë që ka me pas vlerë dhe pesh dhe pozicion, tek njerëzit dhe mosa. Po, kjo është një fjallë që ekziston dhe djetar të sejnë vetë, me kame ke, ma kam Allah, ti me pas pozicion dhe vlerë, sa ti, ku Allah ka pozicionu. A do me di qatë pozitit këtë Zotit, të farmadërimin, shikoj Zotit me qa ka nga shumë, me qa ka pozicionu në tyje, me qa, me punë të dënjohës, s'ki vjetë të Zotit, për ta Zotit të kalon me punë të dënjohës. Shikoj të zemrën të une, me qa, ose të ke punët, ju dyre se të Zotit vlerësot dhe madhrot në basë që kena në mërëtsi dhe zemrës. Shka përë në zemrën tonë, qa kullon në kullon tonë, kur në zë qumi, me shka në zë, me shka brejna, me shka shkëcimi. Se Zotë ka fokusin dhe zemra, ja më të nërë. Nuk e ka të palmja, as për profili, ju e dine antikë dhe Zotë, ta kujtoj vetë dhe juve. Inë Allah e një dhurë ulajët sabikum, wala ila sabikum, wala një dhurë ila kulubikum. Allah e madhuar nuk shikon fizionomi, as bukurit juve, a e një profil, a e një të eshat, a e një të bukur, a e një manekina. Tek Zotë jo, tek Zotë këto që ke. Mrejna, qka që kullon, qka zhjith mrejna, qa shqecimi tyje. Qëka të përmëmush tyje, qëka të përmëmush aja. Andaj, këtë regull mërë ma, atë se e madhrojnë i Zotit, shenjët, simbolet, atë që ka për ta madhruar, Allahu i madhruar. Pastaj Allah ka përmenë në ajtë kontekst të përmenë, wa ka'ayyin min ayatin fi s-samawati wal ardh yamurruna 'alayha 'anha wa hum mu'ridun. Sa Allah i madhruar, fakte, argumente, prova dëshmi, kalojnë në qiell dhe në tokë, wa hum 'anha mu'ridun, ne ja kthejmë shpinën. Kjo ka bëjmë ata shkajtohet. Sa përdishmë Allah, mëngjesi, braune, pranvera, vera, vjeshta, dimri, shkojnë njerëzit, vinë gjenerat atjera brezja, të e më këtë pohë të dëshmi. Nësi, a nuk nëmi një qasë, edhe të meditojmë, persjatje, e masat përgjërojmi, ha, Zotë, të fa në dhërije kiti, vetëm ti ima në tonë, që ka absolutet. Sa du me kukuse, nësë këram suritet, këtë Zotë i ka shka ka kryuar, cilësi, emër, i ka sublime. Kjo të të nalonive pa tekst, ma në
diçka që është prodhuar nga dora e njeriu. Me gjithë respektin, me gjithë mundin, me gjithë zbulimin, po mbetet vetë krijesë. Kjo as nuk krahasohet me Allahun e madhëruar. Andaj, si pasojë mos madhërimit dhe respektin dhe Allahut madhëruar, ne njerëzit i bëjmë gjuna Allahut. Se njerëzit po ta madhërosh në Allahun, është e famoshme ti ta madhërosh, ta shkesh urdhën e Zotit. Në bashkë gjuna dhe mëkat, apo ndoshta edhe e fyll Zotin, ndoshta edhe dallesh me Allahun madhëruar. Në mungesë të madhërimit, po ta kishim mbush zemrën tonë, shpirtin tonë, mendjen tonë për madhërimin. Ne ishme thënë fjallën që kanë thënë melaçet, që melaçet kanë për krijesave, që çdo sekundë bëjnë ibadet adhurojnë Allahun. Kur nuk i bëjnë mëkate, në fund, në përfundimin të kapitullit të tyre, çfarë thonë? Ja Rab, ma abedna hakka libad. O Zot, nuk kena adhuruar ashtu siç e drejton ti. Për ne, duke ditë se nuk kena madhërim, jena shumë gafil të shkujdesim dhe Allahut. Sikur se të gjysh dhe ma tjere të panvarë dhe Allah. Edhe kur i bëjnë atë lutin një me përqeve, a drejtë do kjo, si e më shumë të nësur. Si më shpët nuk të në levë shkypje. Për në levë shka për shkypje, me pas farë interesimi, me pas farë këmbullje kina, nëse fillon të madhërësh. Për këtë arsye, i vujtar e adhuronit, dikam pas Allah të rëshana. Edhe shka, Allah i madhruar, duke e dhoni shembull në momentije se nuk ja vej, nuk më dhoni shembull që duhet ju vendisoj pa kjo bajt në veçinen, ju e njerëz, o ju njerëz, duhet dhe mëthërën festëmjoj rrumë, o ju njerëz, në një veshën, do asjeti një shembull, një ilustrim, në gjodi mirë në vëmendje. Edhe të duhet shumë shembull, po me aftën njëri menqëm, një shembull edhe mundohet edhe ma këthejet për rrugës Allah. I në lëdhine të rrunë min dunillah, ma në men, dhe një veshën. Ata që adhërojnë fosë Allahum që e shanë. Lemë jetë me kudu bërën. Këta njerës, që shumë ju, shumë i exagerojnë së mëmonin, këta nuk në me kru një misë. Kresë në veshë. Hajde të uje, ma dejna Amerika, ma dejna amun me prodhunin e fabrikë të një dhubërën të një misë. Pas e thot, vëllë u shtem vëllë u, edhe nëse kretë u mëllohë. Që do t'jom një afat një muaj një, jo dhe shtatë dhe drejta të ka nevojë dhe miliona, dhe në miliona, nuk mund të krejë në. Pasaj, i ka vëllë një sfidu se pytje, u a i njës të mund dhubabe shëjen, lës të kridu në minu, da'hu tali dhe më të. Po shikoj shka me keqe, po edhe që kjo miza, shikoj, thot kjo miza, dhe se va mërë një shka kretorë së juve. Asë në në pjumë në të gjithë njëtët, së mund një nërë nga koja. Qa që se dhuhet, edhe miza, jo së mund në natë, nuk mundi të akëfejnë ata shëma ka marë. Da dhe tali, sa i do të kërkusi edhe ajtë cili të kërkana. Edhe shumë sa, nësa do të nuk po dini mu pozicionu ati ku duhet. Andaj thot, duhet ta madhrojmë Allah në madhruar, edhe në këtë kontekst duhet ta madhësh Ramazani. Nëse fillon më madhru të këtë Ramazani, jam i bindur se do dash ndryshe. Ka pëlqen rëndimi jo gjëra jo të Ramazanit ndryshe me tjera. S'pas ka pas si qasje të kaluar për Ramazanin, po, fillon më ndryshe më jo vetëm se kalimi. Unë vetëm me këta, nështë do të mjaftoj, një për këtyre gjallave që ka bënë dhe pas pak një version më ndryshe, dhe Ramazan është përmadhimi i muaj të Ramazanit. Përmadhimi. Mirë po përmadhimi, dhe zërë, tjetë jo emocional, po tjetë praktik edhe konkret. I dhe të emocionosh me një qëra, me një klipe, me një këshim, nuk s'kat një në dy dit, zbejta edhe, jo një gra që është produktiv. Përmadhimi, atësimi, ju përdi në shetë në gjuhën dhe në gjuhën shqipë, që është e pasën, që e ti përmadhimi, ma do në për shemë, i taku njërë dhe t'i kanë, ki kalu shumë mirë, ki pas knatësi dhe shije ma ta, ma të ka qenë një pjesë e lumëturisë që ki kaluar ma ta, ta që të mund tyje, dhe i në kërtiru. Që pësë e ka përmadhimi? Që i pije me përdi, Ramazani kaluar, a kam pas shije dhe ne? A jam këna që kulturi? A kam apo mungon mua që e këtoj? Nësa që i një ta, së që ka qenë. Nëse më bjot me thoni kjo që ka mundi sa të kam, e dhe shka, ishë mësa që
Nëse do ma gjëru zërë se veç ka them, fare. Po duhet më ndryshe. Me le thot, një autor thot, mos i hap Ramazanit gjeka. Nuk t'ja shumë pare. A ke zemë. Se zemë tu ka diçka që s'ka shkela zbora jote, as ka nda jote. A ti ka gjëra të cilët nuk e dy kush, për Allah. A ti ki do shtë kaluën e vjetër, ki për tapën e non, e ki kujtime, ku diçka. Fute dhe Ramazanit e përdoj mrejna. E ban gjetërimin, e ban pastrimin. Ne alhamdulillah Ramazan pregatimni i pastrurisht tjetë të tuna vroma, të po, edhe kjo shumë është e bukur dhe shumë është me vend, i pastruna murët të gjamiës, të pike, qëto se shumë është saj. Para të gjithë të me pastrunu brëzin. Pse brëzin? Po kujtot një fjallin një sahabijut apo dhe e mësut, i që përke, se cilin nga ne, nga shumë të Resulullah, nuk e zinë të arrit të Ramazani, vetëm se ka pasën e pasën me shokit dhe. Ska moj idhnim, ska moj zanka, ska moj basaritje. Fi Ramazani, akoma nuk folë me vajnë, jo rasi shikira do para stacione për Ramazani, për jedini haditin që është në mes të Shabanit, që Allah i madhruar shikon, ke kreza, ke të shikon. Shtu, edhe to, të qitë dhe la kam falë, jam në skoj, për vesh dy kategori njërëzë, ata të cilët bëjnë shqipë zotin. I ka prish atë lidin vertikal në Allah dhe dy kanë. Kanë zanë ka me të tjerë në flasën dhe i donë. E të Allah i jep ofertë, i jep mundësitët, dhe i nështë apajtorë, le në nështë apajtorë. Tash, o shkut Ramazani, edhe akuma në morë, ki probleme rëndësinti, nuk ka nevojë me pas për shpirë, këta mrejna. Këta në cërë dhe mrejna dhe me dy kam shkjerë në rëndësin. Që kjo është ajo që tjep të je, të jep Ramazan më ndryshe. Për madhimi. Asi për madhimi që të nërmodhë me thonë, ju i dine se njeri ku përmadot në diçka që ka ndjek nësi, a e ruat, ka frikë mos i hupe. Imaginoj këtë pasumit që kanë pare, që kanë fitu shumë. A ka dëshim i hup, ata i rune ka dëshim një të fiqu ata. Ashtu të pesin e na. Kanë ndjek pra kësa vite e Ramazane. Një në qështu. E janë të këtë asa. Janë të këtë gozi. Qasi atë një mirë. Mirë po kjo batë dhe me një shtojës për të janë fund dhe ndosja qenik. Që kjo pozitet të emocionale jetë praktike dhe konkrete, dhe të përnësu. Sikur që ka thënë sahabiju, Enes ibn Nadr, i cili nuk mund pjesë në luftët e luftave, betejave në kohën e sahabe, dhe kur kryu sahabët, ja të regoshin gjakin, se që ka gollë atje në luftë, kjo mahnit. Edhe ndjek keqar dhe pishman se s'ka marrë pjesë musliman të njërë, në sy parën dhe një punë e njërë, dhe një projekt e njërë, dhe një fakët e njërë, dhe në dëgjohë sa një ka kaluar, këta njerëzit që nuk ka dujtë me marrë pjesë i se ka në ata ndjek keqarde, që është përshirjet të obës të ndimin, e me të duhet të obë, të ndjesh keqarde për më fatin, dhe që ka kaluar është kryesorja të obës të ndimin, edhe kysh ka tha, e tha një fjallë, nuk e tha një fjallë emocional, e tha një fjallë e cila ishte praktik edhe ishte konkrete, që ka tha, o Zotë, po betohë. Nëse këtë saktuar dhe një luft pas kësaj, nëse këtë saktuar, unë do të përmushi kazanë, e shë ka ikur, ke për të parë o Zotë, që ka me parë. Një të në nuk me thamë shumë, nga lëqë ke zemës, o Zotë, ne ka një këtë Ramazane, 15-20, shumë të shkëdesë, jo shumë karusë të sinqerë, ama, këse rafë, ne këtë mundë si muë, ke për të parë o Zotë, që ki rafë, tiri, hartoj dhe planin bajnë, këse rafë, nuk do të me shumë, këse rafë, do të qaj halët në Allah, jo me njërëzë, këse një rafë, ka një lapë patekës njërëzë, këse rafë, tiri, me zbytë Allah, e kjo është e për të cilën sanë të në duhet të bëjë për vetës time edhe për juve. Zotin e bofrës, këse a gjenimi. Inshallah Allah e ka mundëson dhe kësi politikën e bukra, lartëve krizave, jo si patësisht, po të gjyqë mrenë në Ramazan, të knaqëmin, edhe kur të knaqë për vëzëm, ke për qaj për ditët e kaluara, si kur që ka thoni në Kaimi, kur njeri jo shion, knacit e adhërimeve, ka me qaj për ditët e kaluara, pse më nuk i prejtova me kësi kuptim dhe kësi sens adhërimeve si kalume, kur nuk është do, asë njerë kupton. Edhe në moshën e shtyër, që ati që e kupton dhe e përceton se cëllë është kërkesa adhërimeve, cëllë është qëndimi kryesor, kur nuk kupton. Kjo e fundit është e mund në të vjetërën, edhe vimi në një version më të mirë, edhe bëjmë reforma, bëjmë ndryshime, u alojmë andër të tjerëve, para sa qëtash edhe
edhe kena pozitë, kena vlerë tek Allahu i madhëruar. Plus Allahu i madhëruar me emrat e tij që ka bukra dhe cilësitë që ka të larta dhe sublime, Allah në mundsof kësi lloj argjetimi. Zoti na mundsof ta pregojmë në Ramazan, ta presim në formën më të mirë, ta përcjellna këtë musafir në formën më të mirë. Pa ajo që mos shumë të na tregon përmandimi, se do është përmandimi i Ramazanit. Përmandimi i Ramazanit dhe përmandimi i shfaqur në disa fjalë, jeton vetëm një do ta zgjidhë nga dietar e hashëm selefët. Ata e kanë shijuar Ramazanin nga shijimi ma kanë buru të fjalë e kanë thonë 6 muaj ditë e pritni Ramazanin e lushtë në Zot, ne mundso këtë projekt, mas e vinte, ja bashkë me shërbimin, 6 muaj ja o Zot, a ne pranon, o Zot, a ne pranon. Këto fjalë nuk burojnë vetëm nga përmandimi i Ramazanit. Andaj mos çumti nëse doni të përjetu, shikoni muslimanët e parë. Ata janë shembulltyra më e mirë, versioni më i mirë se si kanë përjetuar adhurimin e Ramazanit. Allah ju nduroft, Allah ju shpërblet që banë sabër, të ndëgjoni këto fjalë, nëse s'keni ndëgjuar po, thoshte dash, keni nevojë të paseve, nga dikush tjetër të dëgjoni, Zoti ju nduroft. Zoti ju bëft do vishën kudo që jeni, Zoti na bëj gjunat me dije pa dije, të vogla dhe të mëdha, ata me qëllim dhe pa qëllim, ata që i bëni shoqëzi apo ato që bëni publike, ndërsa Zoti na takon, sikur që na ka takuar në xhamin, na takon edhe në Jannatul Firdaus, me zotrinë e gjithë pejgamberëve Muhamedit alayhi salam, aquli qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Zoti nderoft edhe juve, edhe hoxhën, edhe këshillë xhamis, u takoshin për hajrin e Allahut. Alhamdulillahi Rabbil alamin.